Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala thumma ma ba'd. Nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po vazhdojmë me rrethimin e Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu. Realisht sot është pjesa e fundit e rrethimit të tij, cilin e ka përshkru në tënësi pa mungu asgjë nga ky rrethim që i ka ndodhur Ka'bit radhiyallahu ta'ala anhu, me qëllim që t'i jap mësim dhe ders pari djalit tij, pastaj edhe neve deri sa të kena hyjme dhe të gjithë besimtarët përfitojmë për këtij tregimi dhe rrethimi interesant, plot mësime dhe ngjarje, porosi, mesazhe që i kanë nxjerrë dietarët bashkëdhënëzër nga tregimi, nga gabimi, po edhe nga trajtimi që ja bëri profeti alayhi salatu wassalam këtyre të tre shokëve, mirë po dhe të tjerëve të cilët munguan në betejën e Tebukut. Pjesa e fundit e rrethimit të Ka'bit radhiyallahu anhu, pas ballafaqimit dhe takimit me profetin alayhi salatu wassalam, kur i zbriti shpallja pendimi për cilën kemi folur në dersin e fundit, thot Ka'b radhiyallahu anhu, i thash: o i dërguari i Allahut, me të vërtet Allahu më shpëtoi me anë të sinqeritetit. E unë për javë vetës detyrë që sa t'jem gjallë, kur nuk do të gënjej. Pasha Allahun, kjo është biseda që për bën me profetin alayhi salatu wassalam. Pi thot, Allahu më shpëtoi për shkak se ishte ai sinqert. Andaj, kjo ka qenë sinqert, mirë po thash edhe më tepër, po zëtohet dhe po betohet, thot unë kur mo nuk do të gënjej sa të jem gjallë, pasha Allahun. Nuk di, thot dikush, asnjë prej muslimanëve të jetë dhe në mirësia e sinqeritetit në fjalë, ashtu siç më ka dhuruar mua Allahu subhanahu wa taala. Pra, i vjen se unë e pash begatin, mirësin dhe shpërblimin e sinqeritetit. Unë e provova vetë. Pasha Allahun, nuk di, thot një besimtar që i është dhënë mirësia e sinqeritetit në fjalë. S'ka gënjy. Se sa siç më ka dhuruar mua Allahu subhanahu wa taala. Që nga ajo ditë kur nuk jam ose kur nuk kam gënjy, e lusë Allahun të më ruaj derisa të jem në këtë jetë. Pastaj ka citu fjalët e Allahut azza wa jall, cilat i ka zbrit në lidhje me këtë ngjarje. Këto janë ajetet përmes të cilave Allahu e shpalli pendimin që u bëri këtyre burrave. Allah subhanahu wa taala, pa dyshim, Allahu e pranoi pendimin e të dërguarit të muhaxhirëve dhe të ansarëve, të cilët shkuan pas ti në qastin e vështirë, pasi zemrat e disa prej tyre për një fije qenë afër shmangjes. Pastaj Allahu pranoi pendimin e tyre. Vërtet, ai është i butë dhe i mëshirshëm me ta. Këtu tash është pjesa. Allahu pranoi pendimin edhe atyre të treve që mbetën prapa atëherë kur toka sado që e gjerë ju duke ngushtë dhe ju shtrënguan shpirtrat aq sa u bindën se nuk ka strehim tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. E Allahu dha mëshirë që të pendohen. Me të vërtet, Allahu pranon pendimin dhe është mëshirëplot. O besimtar, friksojeni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin.
O që keni besuar, keni frikë Zotit dhe behuni, rreni, shoqërohuni me ata që janë të sinqertë. Pastaj thot Kabe, dhe kjo është pjesë e fundit e rrëfimit të tij. Allahu nuk më ka dhuruar mirësi më të madhe pas Islamit se sa sinqeriteti im ndaj profetit alayhi salatu wassalam. Se përndryshe do të isha i shkatëruar sikurse ata që gënyen e për cilët Allahu shpallën e librin e tij. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen për Allahun që t'i leni. Bojnë bej, që shtë i bënë në bej munafikat. Këna pas arsye, Wallahi s'ku mujt, pasha Zotë s'po mujt, se po më dhem që i kjo kom, bejt bënë. Pse s'po vjen xhami, betohet, s'po mujt, pse? Kjo është rrezikshme. Kjo është përcilësi e besimtarit. S'ki arsye, ose ki arsye, thyje haku, nëse kërkohet, nëse s'kërkohet, mos bëbej. Largohuni prej tyre, prej tyre që bojnë be rajshëm. A që të bën be Allahun, dhe vërtetohet që është betu rajshëm, ik prej ti. Ik prej ti, sepse ai nëse Allahut nuk i friksohet, dhe Allahun e ka shtim pazar për me rujt veten, s'ko hajnë prej ti. Largohuni prej tyre. Ata janë të ndyrë dhe strehimi tyre është xhehenami. Po flet për munafikat. Në kohën e profetit alayhis salam, cilët nuk shkuan në luftë dhe shkuan te profeti i bën vetë se s'kena mujt se kena pas 100 arsye. Ky është dënimi për veprat e tyre. Ata do t'ju betohen që të jeni të kënaqur me ata. Betohen që profetit ishte i kënaqur me ta. Nëse ju do të jeni të kënaqur me ta, dijeni se Allahu sigurisht nuk është i kënaqur me popullin pambitur. Kështu e përmbyll të dashur vëllezër Kabe radhiyallahu ta'ala anhu këtë rrëfim. Prej momentit të parë e ndoshta në javën e ardhshme në ligjëratën e fundit të kësaj serie do ta bëjmë një përmbledhje të këtij rrëfimi prej fillimit deri në fund. Kurse tash vëllezër për sot disa mesazhe dhe porosi nga kjo pjesë e fundit e këtij rrëfimi. E para, shpëtimi nga mëkatet, shpëtimi i ruajtjes së fesë është prej begative më të mëdha. Andaj Kabe nuk di që Zoti më ka dhënë, më ka begatu më shumë me diçka pasi që jam bën musliman, se sa që më rujtje mos me gënjur. Nëse Allah ta mundson mos me bë gjëra, më rujt prej mëkateve, më rujt prej gjunoheve. Nëse Allah ta ka mundsuar dhe ta mundson mos me hi kurrë në kredit në haram, mos me bë dëllëver, mos me gënjur, dije se Allah të ka përzirë. Edhe nëse të ka kushtu ndoshta, Kabit i kushtoi kogja shumë, dhe ishte kogja i rëndë, qëndrimi i tij. I doli humë, mire po, përfundimi ishte i mirë. Prej begative më të mëdha shumë vëllezër është që Allahu azza wa jalla më na rrit fenë, ndaj profeti alayhi salatu wassalam lutej Allahumma la taj'al musibata fi dinina. O Zot, musibetin mos na çon fe, subhanallah. Krejt tirat sprovat që Allah mundet me ne i dërgu në pasurije, në familje, des dikush, smuhet dikush, të hup nështë anaj biznese, hup pasunie, qesim për i pune, nështë krejt të janë të ta. Krejt janë të ta dhe trona, mirë po ka diçka me ara. Për hëjti ka dhënë, o Zot, mos në bën sprove në fej, qaj bjen fej, në sprej mos në fej, mos në sprove. Feja është mos me ta hup fetarin, mos me ta hup namazin, mos me ta marr dinin, që kjo është nimeti më i madh. Dhe dashur vëllezër, gjitha sprova tjera janë më të lehta dhe gjitha kalohen, kurse sprova më e rëndë është kur Allahu azza wa jalla s'na ndikon në fe.
ka fol namazin, e ka la namazin. Ju ka rujt haramit, ju ka këthy dash haramit, runa zët. I ka nejt gati gjamis, e ka la në gjamin. Nështë ka po pare, nështë i në event punës të mirë, nështë. Dhe me ndënë që është ba mirë, jo do është ba. Nësë Allahu ta ka marë një pjesë të fesë që ti ke qenë i lidër për të dhije se ke shkirë dikun në rast ke qenë. Andaj ka be kështu për e person. Nuk ka një metë më të madh se sa që Zoti më rujtje mos me gëny. Njerëz të shëllëzër sot i llogarisin begati, vetëm të begatit e prekshme dynja Allahut. Shëndeti, të mirat e dynja Allahut, çto e llogaritin mirësi. Nëse qësi jep Zoti dhe alhamdulillah, të në të mirat. Nështë kur në gjami shkën, nështë asë gjumon se falë, runa zëtë. Nështë asë Ramazani se agjerën, i shkretë Allahut ka morë shumë, ose ti e duke u dënu shumë, ti e duke u sfrëu shumë, po nuk pëdin, sepse që shka orë në hadir, Allahu ja jep dynjon ati që e dënë dhe ati që nuk e dënë. Kurse ja jep ahiretin, ose nuk ja jep ahiretin vetëm ati që e dënë. Gëzimi vërtet dashur vëllezër është më gëzu me atë që Allahu të ka ndëru, pra kur e kryen njeri një detyrë me sinceritet për një ibadet të madh, kur nuk përlyhet me mëkate, me gjunohe që ajo është gëzim. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë: "Kul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Me begatit, me shirën e Allahut, pra me begatit e Allahut ndaj jush, letë gëzohen, e letë festojnë, e letë knaqen. Kjo është më mirë se ajo që ata yajma'un, është që ata të bojnë për të mirave dënjos. Mirë të dënjos janë të mira, po janë shumë pak në krahasim në ata që Allah subhanahu wa ta'ala i jep disa prej rrugëve të tij, ja besimin e drejtë, imanin e drejtë, dhe ja mëson pastaj që me krye edhe detyrat në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu dashur vëllezër, kur është lirua përsia dhe Omerit i asollën ato pasurinë që kishin fitu besimtarët pas çlirimit të asaj perandërie të madhe dhe pas rromës asaj perandërie nën pushtetin e muslimanëve dhe ja asollën Omerit në Medinë. Dhe për ja lexojnë këtë ajet. Dikush prej të pranishmeve. Tha, gëzoja mirën mu'minin, gëzoj zë gjëre, këna bo bërë pasëri. Omeri tha, ja. Nuk është këja që na gëzohemi shumë për to. Na gëzohemi kur jemi lutë Allahu subhanahu wa ta'ala. Na gëzohemi kur jemi lutë Allahu azza wa jalla. Andaj kur shkoi Omeri radhiyallahu ta'ala me qelë Beitul Maqdisin, me marë qelësin e çlirimit të Kudsit në kohën e tij, Omeri po shkon i thjesht, çish ka qenë. Omeri, Abu Bekri, profeti, kanë qenë ibadetxhi, punëtor, trima, adhurues, bëmirës, çka dush, të drejtë. Kur Omeri po shkon dashur vëllezër, i kishte pasë rrobat e tij me arna, të harnume. I tha dikush e Amirul Mu'minin, është mirë më vesh pak më mirë sot. O mirë, sot më vesh pak më mirë. Pas një kateshave me gjithë sepse ata që po shkon të Kudsi, ata kanë qef më vesh bukur. I kushtojnë vëmendje dhe rëndësi këgja shumë kësaj ambalazhes, dekorit. I kushtojnë rëndësi këgja shumë. Edhe Omeri i dha ders atyre dhe neve. Tha wallahi, pasha Allahun kemi qenë të nënçmuar, të nënshtruar, të poshtruar. E Allahu në ngriti me din, me fe.
Pra, po dojmë të regu që krenaria nuk është në krevat, as në katesha. Mirë është ai, ku që ka le t'i vesh, s'ka gjatë keqe. Po nuk është krenaria ose burnia sa po veshësh mirë. S'është. Me kona ashtu, na i këshmi punë ka gjami, shmi para tjere. Mirë po tjere t'i kanë lënë këtu. Krenaria o mirë, përdojnë këto që është në vlera. A ki vlerë që të. Zemrën ka e ki. Andaj për thotë, Allahu na ka nderu me këtë fejnë, me këto na ngriti. Se na këna pos krevata edhe para islamit, kushtimisht me thonë, edhe teshat mira. Po din s'kena pos, po akhlaq s'kena pos, po moral s'kena pos, po vojzat i kena vra, po alkoholin e kena pi, po komatën e kena hongër, po njëri tjetërin e kena luftu. E që tu Zotin e mundësej me ilon me islam. Andaj ta sohër që dojna më ngrit me diçka tjetër përveç islamit, Allah ka mena, më në nënqmu. Këtë do shumë gëzim. Gëzim i vërtet është kër robi e si në udhën Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse nuk ka kur gjo prej dynjos, a i në tjeti gëzuar dhe në tjeti kënaqër dhe runa zët e kundër të është, kur njeriu nuk i ka punë të mirë me Zotin dhe të kënat mirat me pasë, nuk ka kur gjo. Për e një të është në zërë, për mirësive që i apë të robit, është me njofë gjonat në realitet që janë. Dhe me arrit me e perceptu dhe me pas parashysh përfundimin e tyre. Sa njeri gëzohet mas disa gjonave që cilat nuk të qojnë shumë larkë. Ja për parësin i knatësijet, mashtran, bëndë lëverë që tu, me fitu dhe shka, po din që nuk i zgatë shumë. Nuk i zgatë shumë. Nështë ta fitan dhe shka nga këtë dynja, por e humë ftyrën, e humë edhe fejnë e kështë më radhë. E Kabe radiallahu ta'ala në boni sotë. Duke ditë se sinceriteti e ka përfundimin e mirë. Po është edhe vëzër për e begative të mëdha është që robi besimtari mu gëzu me veprat mira. Mu gëzu me veprat mira. Andaj Kabe radiallahu ta'ala shka tha wallahi, Allahu nuk më ka dhonë nimet, begati, matë madhe, kur pas islamit se sa që ma mundësaj dhe beje për bënë, se sa që ma mundësaj mos me gënjy profetin e ti. është me ti madhe. Ati që jam sënë Allah Azza wa Jall me rujt gjuhën, me qeni sinqerë. I thamë profetit a.s. Ja Rasul Allah, a ka mundësi besimtari me bo filan gjënohi? Ka mundësi, sepse është njeri, ka banë. Ja Rasul Allah, a ka mundësi besimtari me bo filan gjënohi? Ka mundësi, sepse është njeri, ka banë. Ja Rasul Allah, a ka mundësi besimtari me gënjy, me rajt, me mashtru? S'ka mundësi. S'ka mundësi. Mundet me bo gjëna, mundet me rëshit, në shka mi, po me gënjy, me mashtru, jo, vazë dashka. Sepse kështu e dëmëton edhe fejnë e ti, edhe imazhin e fejës ti, e lëndon edhe fejnë për gjësi. Andaj, gëzimi me veprat të mira, është i liruar, legjitim dhe besimtari për të kryen edhe namazin, për të falë edhe sabahin me xhamat, vallahi është për të gëzu. Dhe me thonë alhamdulillah. E kryen edhe haxhin me thonë alhamdulillah. Shton për gjënave me thonë alhamdulillah e kështu me radhë. Disa njerëz dashur vëzër, dhe kjo është kodë shumë e përhapur. Bojnë e vepër të mirë, ose i bojnë dikujna mirë, ose bëhet i sinqert, po njerëz nuk ja din, tani bjen pishmën. Allahu
nuk ta hup mundin. Allahu nuk ta hup mundin asnjëherë. Ndaj mos u bëhet, mos u zhgënje. Pse ke bo mirë, kur mos i bë peshman. Ani se nështë nuk ta din njerëz. Ta din dikush tjetër. Ndoshta ta kthen me të keq. Po ti bën sabër, sepse Allahu doshta po ta ruan për një ditë ku ti më shumë të ki nevojë. Kabit i kushtoi koha ishte vështirë. Koha ishte vështirë qëndrimi i tij dhe i kushtoi si thonë e bojkotun e leçetën, por nuk ishte peshman në asnjë moment. E pastaj çka thotë vallahi s'kisha me ndrru këtë begatime as gjatë të madje thot prej vepra më të mira që unë i kam bë, do të shpikërisht këtë qëndrimi i sinqert. Andaj tash vëllazër duhet besimtari me punu mirë dhe mos mungut që Allahu m'ja shpërblym për veprën e tij më një herë. Mos mungut. Ndoshta ta ruan kur ki nevojë më shumë, ndoshta ta ruan për ahiret, ndoshta ti të ruan nga disa të ligat e kësaj dynja. Po tash vëllazër prej besimtarit do të më qenë një kujdesshëm ose i vëmendshëm që me përfitu realisht prej gabimeve në edukimin e vetes së tij. Andaj Kabe çka po thot, pas kësaj thot, është betu që kur mo nuk ka me gënjy. Të ka shpëtu Allahu Azza wa Jall, të ka ndihmu Allahu Azza wa Jall, të ka udhëzu Allahu Azza wa Jall, atëherë përfitohet. Ose nëse ke rënë në një gabim, duhet me përfitu e jo përsërit njëti gabim disave dhe nuk i qenë Allahu Azza wa Jall plot mesazhe, plot mësime mirë, por nuk merr mësim. Po ashtu tash vëllazër, një tjetër porosi e madhe nga qëndrimi i Kabit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot wa inni la arju an yahfadhani Allah ma baqit. Betoj se nuk do të kemi, thot dhe kam shpresë që Allahu më mbrojt sot jam gjallë. Çdo herë jeni dorë më mbështet në Allah subhanahu wa ta'ala. Çdo herë më thon Allah forca. Allah ruma fejnë. Dhe kur të shpëzër mos më mbështet në vetën tonë, në fetarin tonë, në udhëzimin tonë. Kabi dëshmoj Allahu që është i sinqert. Por prapë thot, o Zot, mbrojnë derën e fund, sepse njeriu ka mundësi mu sprovu. Andaj përkundër ibadetit që e bën, përkundër veprave të mira që i bën, përkundër udhëzimin që i ki, vazhdimisht lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu më na ruaj këtë fe të dashur vëllezër deri në fund. Në çantin e kohën e sotit, kur sprovat janë të mëdha. Sprovat janë të mëdha, edhe të epsheve, edhe të dyshineve dhe sprovat të dunjallakut. Dhe njeriu nuk duhet asnjëherë të mbështet në veten e tij, por çdo herë duhet me lut Allahun subhanahu wa taala, qysh bërën të profeti alayhi salatu wasalam, doon që më shpesh një përsëriste ma djerë në sejet e cila ishte Allahumma ja muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik, o Zoti ynë, ose o Zoti që i rrotëllon zemrën, na përforco zemrën time në rrugën tënde. Allahu na forcoft ja Rabbul Alamin, dhe nuk duhet njeriu më mbështet në një vepër të mirë që e ka bo, dhe më mbështet në ato kënse unë jam tash jam i sigurt, Allahu dëshmoj për mu, Allahu më mundësoj këto, mirë po vazhdimisht dhe me lutë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka bërë dhe tash vëllezër diti ose njohu vlerën që ka sinqeriteti. Qimatu sidq, vlera e sinqeritetit. Andaj edhe u bëtu tha wallahi, Allahu nuk më ka ndëru më ndonjë nimet më të madh se sa nimeti i të qenit i sinqert. Andaj Allahu Azza wa Jalla në fund të këtyre ajeteve që e zbriti pëndimin që ka tha ja ayyuhalladhina amanu taqullaha
wa kunu ma'a as-sadiqin, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe jeni me të sinqertë, thot profeti alayhi salatu wassalam, alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Tha përmbahuni vazhdimisht sinqeritetit. Pra çdo herë bëhuni të sinqert, sepse sinqeriteti çon në mirësi, e mirësitë çojnë në xhenet. Wa iyyakum wal kadhib, dhe ruani, keni kujdes nga rrana, sepse fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, sepse rrana çon në punë të këqija, e punë të këqija çojnë në xhenem. Allahu na ruaj rabbul alamin. S'ka të shëllëzër pasurin më të madhe dhe begatim më të madhe se sa sinceriteti, dhe s'ka cilësi më të mirë që po thot edhe Kabe radiallahu ta'ala anhu pas imanit se sa sinceriteti. Sinceriteti është karakteri më i mirë i besimtarit dhe muslimani më shumëti personifikohet me sinceritet. Nështë ta mundet me pas në etimi tjetër, mund me pas në elshim dhe në gabim dhe të gjithë jemi gabimtar, mire po, sinceritetin nuk uzojna me shik për kur gjo, dhe me dhonë për kur gjo, pa më bashkë se qëmimit. Aleikum, iyakum. Kapulli për sinceritetin dhe rume prej rranës dhe prej mashtrimit, dhe mesazhi i fundit të dashur vëllezër besimtar është që Kabe radiallahu ta'ala anhu edhe në këtë moment nuk e lavdëroi veten e tij. Nuk e lavdëroi veten e tij. Mirë po, tha unë s'kam dorë të kur gjo. Këtu është Allahu ai që më ka përzirë. Është Allahu ai që më ka ruajt. Është Allahu ai që më ka ndihmu. Është Allahu ai që më ka shpëtu. Dhe nuk e la vetë të shëllëzër kur farë merite kushtimisht, dhe kjo është cilësi e besimtarëve, që gjitha të mirat i atribojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla ka thonë në Kur'an, fela tuzakku anfusakum, mos e lavdrani ose mos e lavdrani vetët tuaja. Mos e lavdrani vetën, mos thuaj unë çështoj, mos thuaj. Thuaj alhamdulillah. Mashallah, alhamdulillah. Sa por, alhamdulillah. Po bëm vepra të mira, thuaj alhamdulillah. Çdo herë lidhe këto me Allahun subhanahu wa taala dhe atriboj Allahun subhanahu wa taala dhe asnjëherë vetes tonë, sepse tash vëllezër vërtet gjitha këto vepra të mira që Allahu subhanahu wa taala ka dhëruar me to, janë mirësi të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta ka të tjerë që kanë afër xhamin, po si rrin gati namazit. Ndoshta ka dikush që kanë dëgjuar më shumë, po s'ka përfitu, e kështu me radhë. Mirë, po na ka përzgjedhur Allahu subhanahu wa taala që me i kry këto vepra dhe këto detyra, e Allahu na forcoft, e na drejtoft, e na udhëzoft, e na mundsoft që me përfitu prej këtyre mësimeve të këtij tregimi të historisë të Profetit sallallahu alaihi përgjithësi dhe të shokëve të tij. E s'ka dëshim dashurë se kjo ka qenë njëri prej qëllimeve të këtij rrëfimi, për me pas edhe sahabët kanë gabu, edhe sahabët kanë qenë njerëz dhe ka dhënë gabime, mirë po trajtimi i tyre ndaj gabimit ka qenë ndryshe. E kanë pranuar, kanë qenë të sinqertë dhe pastaj janë penduar dhe i kanë bartë pasojat e gabimeve që i kanë bërë. Përkundër që sot ndoshta në mesin e besimtarëve i gjejnë se shumë të besimtarë nuk pranon. Edhe kur e gabon thotë ja ai prapë ka mirë. Edhe gabon, edhe se pranon, edhe s'pendohet, edhe s'kthehet, edhe s'permisohet. Kurse sahabët ishin njerëz binin e gabime mirë po ishin shpejt pendoheshin, shpejt pranon gabimin dhe çdo herë gabimet ashtu që ata i shfrytëzonin për ngritje dhe për përmirësim dhe afrim të Allahu subhanahu wa taala. Subhanallah, mos pjesëmarrja në betejë, njëri prej mëkateve të mëdha u bë shkak
që Kabi radiallahu ta'ala anhu me qenë prej pak atyre sahabëve që Allahu e përmend tregimin e tyre në Kur'an dhe lexohet deri në Kiamet. Andaj ka thënë disa dietarë një fjalë interesante, më i mirë është një gjëna që ta afron te Allahu. Ka njëherë se sa një e mirë që ta bën për Allah. Çish është kjo? Çështo, si ky rast. Ta kanë bën gjëna. Mirë po tash e kanë pasur gjëna të madhe, janë penduar shumë sa që i ka thut Allah subhanahu wa taala. Dhe e kundërta dikush bëhet sebeb në vepër e mirë dhe runa Zot ja hub këtë dinin. I rritet mendja, prishet njeti e kështu me radhë. Allah na bëjë atyre që punojnë veprat e mira dhe kur gabojmë, pendohemi, përmirësohemi e te Allahu azza wa jalla, kthehemi me lenin Allah subhanahu wa taala javën e ardhshme, është ligjërata e fundit e kësaj serie e 20 me radhë, se do të jetë një përmbledhje e këtij rrëfimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.